Misioni i OSBE-Odirit ka vlerësuar si transparente zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri, pavarësisht klimës së thellë të polarizimit politik. Në konferencën për shtyp, përfaqësuesja e misionit theksoi se qytetarët treguan përkushtim ndaj demokracisë, përfshirë edhe votuesit nga diaspora, të cilët votuan për herë të parë. Ndërkohë, OSBE-Odiri vuri në dukje rolin pozitiv të SPAK, i cili kontribui ndjeshëm në hetimin e rasteve të korrupsionit zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare të 2025-s në Shqipëri ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale. Megjithatë, ato ndodhen në një klimë të jetë të polarizuar dhe garu dhe kandidatët nuk patën mundësi të barabarta. Megjithatë, kandidatët përgjithsisht patën mundësi të bënin fushat në mënyrë të lirshme, megjithse disa prej tyre raportuan se kishin pasur dhe raste intimidimi. Administrata zgjedhore e menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi nga jashtë vendit i futur për herë të parë në Shqipëri në këto zgjedhje u menaxhua mirë pavarësisht marrëveshjes politike të arritur me vonesë dhe miratimit me vonesë të kësaj iniciative dhe disa problemeve organizative. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar kështu një avantazh të padrejtë për ata në pushtet. Pati gjithashtu edhe disa raste pretendimesh për presione ndaj zgjedhësve, sidomos në punësve të administratës publike. Përveç kësaj, legjislacioni zgjedhor dhe interpretimi i tij i ngushtë nga administrata zgjedhore nuk parandaloi abuzimin apo praktikat abuzive. Përqendrimi i pronësisë së medias minoi pluralizmin e burimeve informative dhe krijoi autocensurë mes gazetarëve dhe dy partitë kryesore ishin ato që dominuan bulimin e lajmeve duke u bërë të pamundur zgjedhësve të bënin një zgjedhje të mirë informuar. Kreu i misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-Odirit, ambasadori Lamberto Zanier, gjatë konferencës deklaroi se disa rekomandime të Odirit mbeten ende të paadresuara. Në ditën e zgjedhjeve ne pam re se kishte zgjedhës që ishin të pafamiliarizuar, që nuk e dinin se si të votonin në disa qendra votimi. Pam gjithashtu edhe trajnimin e komisionerëve dhe pam se edhe trajnimi mund të ishte më konsistent dhe më efikas. Votimi elektronik dhe numërimi elektronik u pilotua edhe në bashkitë të përzgjedhura, ne pam dhe demonstrimet që u bën para ditës së zgjedhjeve. Megjithatë, vëzhgimi në qendrat e votimit që përdoren këto pajisje pra tregoi nevojën për përmirësimin e informimit të zgjedhësve për përdorimin e këtyre pajisjeve në të ardhmen. Fushata përgjithsisht ishte e qetë, por pati vazhdimisht sulme mes drejtuesve kryesor të partive politike, sidomos online, që reflekton edhe mjedisin politik që tregon një polarizim të jetë të madh dhe mosbesim. Një rol të rëndësishëm i vëzhguesve afatgjat është edhe ndërveprimi me popullatën lokale. Ne kemi dëgjuar vazhdimisht shqetësime për presion ndaj në punësve të administratës publike, përdorim të burimeve shtetërore, që u pa edhe nga vetë vëzhguesit në shumë raste, duke përfshirë edhe në aktivitetet e mëdha ku u shpallën programe të mëdha edhe një ditë para ditës së zgjedhjeve apo falja e gjobave. Këto praktika i dhanë një avantazh të padrejtë partisë në pushtet, duke çuar në kushte të pabarabarta garimi. Ne monitoruam. Komisioni qendror i zgjedhjeve monitoroi vazhdimisht, ne kemi marrë disa shqetësime për disa shkelje. Si zhvillim pozitiv mund të themi se SPAK-u ngriti një task force për hetimin e krimeve zgjedhore, si dhe platformën online për raportimin nga publiku. Kjo përfshin edhe mundësinë që prokurorët dhe hetuesit kenë mundësi të bashkëpunojnë me autoritetet lokale, bashkë me vëzhguesit afatgjat, si në Tiranë ashtu edhe në vende të tjera ne patëm takime me ta.